Kujdes vlla. Jemi. Shërja sot vendimtar në Sfidën Globale të Izraelit, nëse një qësore, si ndjeve vetë në aspektin personal, ke bërë disa pritje të rëndësishme për shqipërinë sot. Fakt ishte ne që parë, vi nga një periudhë shumë e gjatë që nuk aktivizohen të drejta dhe normalisht nuk ishte e lehtë, por që ajo që më dha më shumë shtyt ishte fakti që po bëja debutimin me kombëtarën dhe ishte një njësi komplet e veçantë në drejtën, kisha shumë emocione që domethënë në momentin që kënova himnin për herë parë fush ishte diçka tjetër të drejtën lova komplet nga emocionet dhe pastaj ndjem shumë mirë për paraqitjen, besoj se ishte pozitive. Për të po? Në përgjithësi besoj se pozitive, por që më jep shumë keq për rezultatin sepse si që u zhvillu loja, mendoj që minimumi që duhet merrshim ishte një barazim. Besoj se minimumi ishte merituar, por që unë shumë me një kundërshtim edhe gjithsesi ideja është. Shërje, trajneri i ri, por që të beson forcën që prej fillimit, pata një bisedë me trajnerin Maranda, çfarë të thënë? Po, kemi pas një bisedë pasi me trajnerin në lidhë dhe një fakt që i ka qenë më përpara tek ekipi im që unë jam aktualisht edhe kishim një bisedë më shumë për kaljen e saj përket aktivizimit, sepse nuk e dija për aktivizimin deri para ndeshjes të drejtë. Por që jam shumë i lumtur të drejtë, është një përgjegjësi shumë e madhe. Normalisht ishte një gjësi tepër e veçantë, por që përse t'ja kemi shpërndy sa do pak të Me që e përmendën pak Kaljarin dhe trajnerin që ka punuar me ju ka kërkuar që të mendoni një tatme tjetër ku t'keni më shumë minuta? Nuk kemi pas një bisedë për këtë gjë, por që besoj që ajo është normale, është diçka që e do një kërkoj nga vetja, pasi vi nga një periudhë goxha e gjatë që nuk aktivizona dhe besoj se objektivi kryesor është aktivizimi. Nëse tek ekipi do kem pak hapësira, besoj që edhe ekipi do gjejmë një mënyrë për që sepse do jetë një nga kërkesat e mia kryesore për sezonin. Të cilën part vendosje erdhi humbja e skuadrës? Ku çfarë komentare më shumë? Nuk besoj se çalun ndonjë raport. Thjesht normalisht trajneri i ri, idetë të reja, po provonim edhe ne gjëra të reja. Edhe ndodh që kur provon gjëra të reja në që nga bosh ishte një kundërshtim. Ishim pa vëmendshëm gjithë në një moment dhe pastaj do bëjmë edhe analizën pastaj trajneri di më mirë që korrigjojnë ato gjëra që duhet pak në fazën defensive. Por që besoj se thjesht nga që ndeshja e parë dhe kjo ide e Faleminderit shumë, sukses. shumë faleminderit.